E jeta ndonjëherë do të lëndoj, aty ku të dhem më shumë, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijën, do të rënditesh, do pyesësh vetëm pse, do e kesh të vështirë ta pranosh. Çfarë do lloj të rënditje që jeta të sjellë në rrugën tënde, mbaj mend diçka. Çdo gjë do kaloj, dhe ai helm, mërzitje që prodhohet brenda teje në ato momente të lëndimit, të lutem mos e lejo që ta përcjellësh te njerëzit e tjerë. Po lufto shumë që aty brenda ku prodhohet ta transformosh edhe ta kthesh në dashuri, në shpresë për të ardhmen, në dritë, në pozitivitet. Sado i fortë je si njeri, më beso kjo është gjë më e vështirë, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijën, kjo është gjë më e vështirë. Në ato momentet që ndihesh i përhumbur, dhe thua pse duhet jetë jeta kështu, pse jetoj. Në ato momentet kur analizon gjithë jetën tënde dhe kupton që gjatë gjithë jetës ke qenë duke ecur në ferr, po ke refuzuar ta besosh dhe i ke thënë vetes tënde që jo, këtu ekziston parajsa. Është e vështirë ta bësh, por ja që ti mund të ecësh përmes ferrit, duke i thënë vetes tënde që ekziston parajsa, duke përjetuar grimca nga parajsa aty në ferr, duke besuar te Zoti dhe duke shpresuar që nesër do jetë një ditë më e mirë.